Të gjitha votat e zgjedhjeve të 28 dhjetori do të rinumrohen edhe një herë. Ky vendim u mor pas rikonfirmimit të votave të rinumruara në disa vendvotime. E këtë situatë politologu Melazim Koci po e vlerëson si një fakt ku është goditur vota e lirë. Ishte përpjekje e Komisionit Qendror Zgjedhor për të kthyer besimin te vota e lirë, do të thotë. Duhet qenë sinqert, duhet thënë hapur që kjo është një nga goditjet më të fuqishme ndaj asaj që është parim bazik në demokracitë, edhe në demokracinë e Kosovës, pra është goditur vota e lirë dhe kjo nuk mund të mbetet as e pandëshkuar dhe as e pa korrigjuar. Është përpjekjen e Komisionit Qendror Zgjedhor e shoh si përpjekje për të rikthyer besimin e humbur, ndonse duhet thënë që ky besim i humbur është çështje partive politike dhe jo e rezultatit në nivel qendror. Pra nuk kemi deformim të rezultatit ndërmjet partive, do të thotë, por kemi vjedhje, kemi manipulim skandaloz brenda llojit. Koci gjithashtu tha se ky proces dukshëm do të ndikojë edhe në vonesa të krijimit të institucioneve. Ky ngatrim, ky manipulim, kjo vjedhje, gjithsesi që gjithë procesin do të zhagit. Dhe ka rrezik që të shkohet edhe më larg se 1 marsi, sepse pas rinumrimit janë shkallë të tjera të ankesave dhe gjitha ato procesin mund të zhagisin deri pas 1 marsit dhe Kosova të mbetet pa buxhet, pa formim, pa konstituim të parlamentit, pa krijim të qeverisë, që do të lente pa buxhet dhe pa fondet e Bashkimit Evropian që është pritur të liferohen pas miratimit të marrëveshjeve për cilat kërkohet 2/3 të votave në parlament, por ne nuk kemi parlament, do të thotë. Kjo një dhe e dyta rrezikon seriozisht pamundësinë për të zgjedhur presidentin ose presidentin e re deri më 4 mars. Nëse deri më 4 mars nuk ka zgjedhje, do të thotë, presidentes ose presidentit, Kosova me automatizëm shkon në zgjedhje tjera të jashtëzakonshme dhe do të ishte fatkeqësi, goditje serioze për Kosovën nëse kjo masakër elektorale e lën Kosovën pa parlament, pa buxhet. Ndërsa në pyetjen se si e ka vlerësuar deklaratën e para disa ditëshe të kryeministrit në detyrë Albin Kurti se mund të kemi sërish zgjedhje, politologu Koci tha se është një thirrje se duhet gjetur një kandidat konsensual, kandidat të pranueshëm si për pozitën ashtu edhe për opozitën. Ishte sinjal shumë i qartë, disa e keq lexuan dhe e keq interpretuan duke e cilësuar si shantazh. Nuk ishte shantazh. Ishte ndërgjegjësim i kryeministrit Kurti që mund të ketë probleme sa i përket të sigurimit të 80 votave për presidentin ose presidenten, por besoj që nuk ka pritur këtë çfarë ka ndodhur në Prizren dhe disa komuna tjera. Kjo çfarë ka ndodhur, do thotë, në Prizren dhe në disa komuna tjera, por veçanërisht në Prizren, kam përshtypje që është përpjekje për të delegjitimuar procesin zgjedhor në Kosovë, të do të ishte një dëm i jashtëzakonshëm. Nuk e besoj që është çështje vetëm e individëve, sepse ata nuk mund të veprojnë pa mbështetjen e degës ose edhe të qendrës në Prishtinë. Tutje politologu Koci tha se epilogu në nivelin qendror është i qartë. Lëvizja vetëvendosje ka fitore të pastër, prandaj kjo situatë mund të jetë një skenar për ta zhagitur procesin e zgjedhjes së presidentit apo presidentes së Kosovës dhe për ta quar shtetin e Kosovës në zgjedhje të jashtëzakonshme.